Mirëmbrëma zonja, mirëmbrëma zotrinj. Ja ku erdhëm në mos i fol shoferit, mos i fol rudit, po për ju nuk është ka që thjesht. Unë mund t'ju flas juve. Edhe vi me energji të reja, vi pas një sezoni jo keq, shkoj goxha mirë, po pushimet e mia të mrekullueshme. U futa, u regjistrova në klubin e pushuesve perfekte. Ju ndoshta keni bërë pushime si gjithë njerëzit, por nuk ishin perfekte, jam e bindur. Perfekte janë këto që mësova unë. Unë pas kam qenë komplet e paditur o njerëz, pas kam qenë skandaloze. Unë pa këto njohje pas kam rojtur kot. Shiko si ishin pushimet. Pushimet ishin këto, fillonin fix me datën 1 janar pregatitja. Po. Ishte akoma pema viti 3 në shtëpi, ama unë, si femër në karrierë, duhet shkoja me 1 janar të bëja skrapi. Po se gushti vjen shpejt. Skrapi është një gjë me kokra, që të kruan lëkurën mirë, edhe të heq qelizat e vdekura. Edhe pse ato s'duken edhe nes na plas fare për këto qelizat e vdekura, u dash kanë hequr njerëz. U dash kemi kruar mirë. Në fund, pasi e mbaron këtë skrabin dhe je bërë flak e kuqe nga kruajtja, lëkura është original si që kishe. Ju betohem. Megjithatë, okej, me që duhen hequr, i hoqa, që t'isha sa me e denje, kupton të bëja pushime pjeshkash. Dhe kështu, mbaron faza e skrapit, vjen faza tjetër. Këshillohet që të marrësh një aloe vera, ta mbjellësh në shtëpi, ose ta blesh të mbjell, ta vadisësh, ta uisësh dhe t'i këndosh çdo ditë me shumë dashuri. Si e ke çunin mirë? Ajo, çuni nuk e di, po aloes mi është bërë peltja. E trash mi është bërë peltja. Lyhesh edhe me këtë pelte në aloe veras dhe kujdesesh gjatë gjithë dimrit për kur të vi gushti. Aloe vera ime ishte bërë çathash. Fiks, këtu qëndron ideja, çathash. Çathash deri në gusht se erdhen pushimet. Njerëz ma besoni që pushimet perfekte janë që mos t'hash. Ju betohem, se nuk e them dot, po ka njerëz që... Tani unë kam nevojë për një përqafim që ta them të. Ka njerëz që deri në gusht nuk kanë makarona. As një lloj makaronash, as integrale, as bardha, as i gjë fare. Pastaj fillon gara, kush ha 3 moll në javë. A Rudina të lutem, gështenjat mos i zër me kohë. Fare, gështenjat se ekzistojnë se njëra tërheq tjetrën. Unë e shkreta të thënë, po pikërisht nga që njëra tërheq tjetrën, aty është e bukur kënaqesh. Fare, makarona, buka, janë karbohidrate, mos i fut në gojë. Rudina, ti e kupton se sa në gjendje kritike jemi? Si jemi në gjendje kritike, mi goca? Deti po t'kurret. Okej, deti po t'kurret. Edhe ne gjaj më të shëndosha, çështje proporcionesh. Do me thënë, okej, thashun. Nese, pas gjithë këtyre mangësive të jashtëzakonshme që kisha unë si person, klubi pushuesve perfekte, ose klubi pjeshkave, më në fund më pranoi familjarisht që të bëja pushime me ta. E nese shkua, shumë e lumtur unë, sa po arritëm aty, u zhvesha, u skandalizuan. Qyqa roba banjo trupe, për ku shkok shumë i goca. Në tash, thashtë unë që të bëjmë qik notë në reze djeli, roba banjo trup, shifimi tonat. Këto kishin ca lasticet lezeqme që goca ime kishte shumë qeft lozte me ato. Ndërkohë që ulëm një lokal për të pi kafe, shof njërë nga këto shoqet e mia të klubit të pjeshkave, që a futi me vrap. Ku shkon mi? Do iki të bëj foto atje. Po pse? Dëgjoj Rudina, mua më shkon shumë me rroba banjot ajo perdja lokale. Thashun. Okej, unë bëra një foto me gocën, edhe e hodha në Instagram. Më thanë, gocën, ke hedh foto pa filtra. Thashu, lutem tani se, unë nuk mund t'i vë filtra dhe gocës, atë lutem, se është fëmijë që nevojë ka, okej, shumë bukur goca, po me këta aplikacionin, mund të dilni të dyja me rroba banjo njësoj dhe do bënit meqi.
meqi, sa tha jo, meqi, unë nga që isha në djetë, më kujtua ketchup, me buk, me pana, me, o zot, çfarë mrekullie imagjinoja. Okej, mendova në fakt se do më dante burri ato ditë, po jo, nuk është se më dau, thjesht hiku në një vend edhe hëngri për shefin e vet në 3 pjata. Kurse unë hëngra një lule zgare. Fat, që t'isha e denjë pra. Nese, që t'jemi sinqert me ju, picën e parë fsheta se hëngra direkt e në furë. Edhe pizzaioli nuk është se nxorri në i gjë tjetër nga fura, më nxorri vetëm mua ma të lopatën. Lopata ka emin ajo, a? Po, lopatë. Shpesh herë aty i më shoq tregonte pak mëshirë edhe më sillte pjata fshetas. Për shumë thoshte, i ke makaronat të gëmusha numër 3, reshti i 2 majtas, edhe aty unë haja fshetas. Po nuk është se ishte ky problemi më i madh. Një ditë i thash këtyre goca, goca, një copë picë nuk është se u bë qameti, a? Erdhi të nesme njëra nga pjeshkat. Rudina! E more vesh që pizza jote më shëndoshi 2 kile. Qyqë, tha shumë, pizza ishte, as ishte 100 gram. Kur i mori kjo 2 kile. Nese, gjithsesi unë e kalova shumë bukur me klubin e pushueseve të jashtëzakonshme dhe perfekte. Më në fund, pushimet pastaj mbaruan. Dhe njëra për tyre guxoi të thoshte, vitin tjetër kroqera, a? Qa themi, thashur? Do shifemi. Dhe në atë moment imagjinova veten në kroqera me këto, edhe portalet, Rudina Dembacaj, hidhet nga anija për të kapur një peshk, edhe zgarën e kishte me vete. Mos u apafsha më bojën këtyre gocave. Nejse, unë alojnë që më dhuruan shoqet e mia të jashtëzakonshme të bllokut, unë e vendosa këtu. Ishte shumë e shishme. Faleminderit, pra të dashur mos i fol shofersa, ja ku jemi këtë sezon me një studio, edhe unë vazhdoj të jem mos i fol shoferit, se rrugën që kisha në makinë e kam sjell këtu me vete. Jam edhe në vend të makinave të tjera që më shoqëronin nëpër rrugë, sot kam publikun. Faleminderit. Ne në veri kemi një shprehje që thuhet të hyjt vetja në qef. Edhe mund ka hyj vetja aq shumë qef sa ka marrë përsipër që këtë sezon të kemi një rubrikë dhe të quhet Trend apo Tallava. Te kjo rubrik do të diskutohen fenomene të ndryshme shqiptare që prekin jo vetëm rinin, jo vetëm qeverin dhe jo vetëm moshat e ndryshme, pra prekin të gjithë vendin tonë. Dua ta filloj me Tallava. Vendi i tretë, Tallava, janë këto shapkat këtu, që u bën një trend i jashtëzakonshëm dhe temperatura 40 gradë nuk i ndaloi gocat tona që t'i vishnin këto shapka sepse ishte moda. Gjithashtu unë pash gjyshen time një ditë që zbriti për të blerë speca me shapkat e kushurirës time dhe duke praktikisht sikur kishte veshur këto. 2 dele të bukura dhe me lesh. Faleminderit. Vendi i dytë Tallava ka lidhje shumë me Lalin ton të dashur, që është Lalieri që i gjithë vendi tashmë e do shumë. Por Lalieri, me gjithë dashurinë e madhe që kemi për ty, këtu u hap vendi, ne do ikim në BE. BE-ja na pret krah hapur. Çdo gjë është e hapur përveç vendeve të parkimit poshtë shtëpisë. Pra neve jemi Lalieri na ka pajisur me një kartë që quhet karta e rezidencës, do të thënë karta që je rezident. Unë kam kartën që jam rezidente dhe eci në përlagje me kartë në dorë. Si ka lutë? Unë jam rezidente. Yes! Po, jam rezidente, po në fund të fundit nuk di se ku ta përdor këtë kartën. Maksimumi mund ta vëm bufe për kornis, ta përdor për kornis, si thoni, se ku të shkosh, ku ta çosh atë kartën. Ne vërtet kemi kartën, po s'kemi tabelat. Nejse, Lalieri, faleminderit. Kalojmë pastaj tek vendi i parë. Vendi i parë dhe më i mrekullueshmi janë portalet tona.
Portalet u kam shumë respekt për portalet, se mua më kanë trajtuar gjithmonë me shumë dashuri, këtë e kam shumë personale, po kjo s'do thotë që titujt e portaleve janë gjithmonë në rregull. Titujt e portaleve janë fantastike. Ky u martua me këtë. Ai u martua me këtë, pastaj me atë. Filani shkoi me fistekun. Fisteku nxorri dhe nuk ishte e tij, e të tjerë. Ju pse s'ju ka bërë vakita, lexoni këtë? Po, okay. Madje se njeriu, sidomos unë, për shembull, jam një lloj njeriu që ndoshta do thoni ju na plasin neve se jeti Orudi. Po hajde, me që kam të hapësirë, po them si jam unë. Ajo që më mungon, atë shoh më shumë tek të tjerat. Thosh unë, mashallah, ça. Pas me shfilania, ça. Pasan qenë Photoshop, ama kemi portalet tona që na i nxjerrin. Ky ishte edhe vendi i parë. Kalojmë tek trend. Elon Musk, djali që sigurisht që nuk e ka kaluar kohën duke pi kafe me shokët dhe me shoqet, nuk është se ka një gjë të keqe, po që e ka kaluar kohën me shkencë. Ai ka studiuar se si t'i dërgojnë njerëzit në Mars. Dhe imagjinoni pak, ne do na hapet lotari për në Mars. Edhe di çka kam dëgjuar, që në Mars nuk lejohen korçarët, se e kanë myt Amerikën. Faleminderit. Kalojmë tek vendi i dytë si trend. Është shpikur një autobus në Kinë, i mrekullueshëm. Domethënë ai autobus është ëndra ime. Po të kem unë atë autobus, po të ketë Shqipëria atë autobus, do ishte një mrekulli, sepse është shpik me 4 rrota, sigurisht, por ama i ka 4 rrotat në tokë, po kabinën e ka në ajër. Dhe i fut makinat këtu. I fut poshtë, të me thënë. Pse qesh? E kam seriozisht, ja shive ledwall? Faleminderit regjia. Dhe ky autobus do ndihmoj shumë në trafik, që do të thotë njerëzit me autobus do jenë më luksozët. Më luksozët se ata që lëvizin për shembull me Skoda Kodiaq këtu. Një duar trokitje edhe për Skodën. Ndërkohë në Shqipëri ne e dim se si funksionojnë autobuset. Luksi më i madh që kemi me mbyll 3 dyert të autobusit. 3 ka autobusit, sa dyert ka autobusit? 3, okay, 3 dyert të autobusit, se nga që hy gjithmonë te e para, prandaj. Si kam pa ato mrapa, me një madhe onë. Fa para me shoferin kokë më kokë. Vendi i parë i trend, që është i gjë shumë e mirë që ka ndodhur Shqipërisë, janë kullat e vërejtimit nëpër plazhe. Po, kullat e vërejtimit nëpër plazhe kanë qenë këtë vit shumë efikase, po nuk janë përdorur vetëm për kulla vërejtimi. Ja, mirë. Kullat e vërejtimit. Sa të bukura. Ju pëlqejnë këto kështu? Nëse do kishte kështu? Me këto muskuj ma e vetëm, vlla. Të gjithë hipën ato kulla, por vetëm se asnjëri nuk hypi për na shpëtune. Jo, kam bindje që kanë hypë ose për selfie, ose regjia më ndihmoni pak, ju lutem? Më keni ndihmuar ndërkohë? Pa, urdhra. Sa më shumë foto në Instagram nga kulla vërejtimit, se duket plazh i bukur. Një duar trokitje edhe për këtë trend. Mund t'ua jep një duar trokitjen edhe pa e kërku, se boll që kam ne 3 orë të u bë gati. Okej. Mos i fol shoferit këtë sezon, vjen me një rësit jashtëzakonshme, që është një nga pjesët e mia më të preferuara, është seriali. Kaçalluku Timbra. Çfarë ndodh në këtë serial? Kush janë aktorët e këtij seriali? Çfarë do ndodhi hap pas hapi? Një histori e jashtëzakonshme shqiptare do vi çdo javë në Kaçalluku Timbra. Kështu nis Kaçalluku Timbra, thjesht me një shikim. Nis me ditën kur Laura mendoi se takoi mashkullin e jetës së saj. Ka Facebook. As Instagram.
Asnjë hashtag? Jo, s'ka mundësi. Viti 2018, mos ke tjetri rrjet social? Si dhe gjë ish dashura nuk ti? Të merë. Kështu që ajo bëri të vetmin gjë që mund të bëhet në kësi rastesh. Thirri me urgjencë shoqet e saj, Elën dhe Ninën. Tani, nuk ka as Facebook, as WhatsApp, as Snapchat, as Twitter, as i gjëmi? O Nina, e kupton as si gjë fare? Po si ja bëni për të folur? Ball për ball, me gojë. E pa mundur. E pritë se nuk mbaron me kaq. Ha? Bëra një foto lakuriq. Aha. Po s'kisha ku t'ja dërgoja. Po paprit mas bie telefoni. Aha. Po? Okej. Jo, në shtëpi vetëm po lexoj. Mirë, shihemi. Pas kemi një shpresë, goca. Ai ka një shok edhe do dalim sot për darkë. E ja ku jemi më në fund, ullur në tavolinë. Laura, Riksi dhe miku i tij më i mirë, Nardi, për një drekë të këndshme. E po gëzuar. Gëzuar. Që nga shumë më ndikukur. Ja t'i bëj një foto salverës. Si kisha mbjerë me Nardi që të bëj tag? Po unë nuk kam Facebook. Nuk jemi kot shokme. Jo, po sigurisht që dikuj hedh mendimet e mia. A, ke Twitter? Okej. Jo. Unë mbaj ditar. Gitar kështu me stilolat? Po, ditar. Buk. E bukur. Në ankth tension historia vazhdonte, paralelisht me kërkimet e edhshme të vajzave. E para I kishte ftuar dy të tjerat për t'u thelluar. Si dimi se mund duke edhe sikur ishim perfekt për njëri tjetrin. Po pra, lau Riksi për një Facebook të përbashkët. Po pritmi se s'mbaron me kaq. Shoku vet kishte ditar. Për zotin, ditar. Ditar? Po me kështu I dashur ditar, bla 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 bla, ose nuk e di çfarë tipash. Po me ditar. për zot, ata rrezik s'kan pi shisha asnjëherë. Nardi. Nardi. Po. Mimi se Nardi t'ja rregulloj muhabetin e I Po, hap pra. në Instagram edhe ja vë me një viz poshtë të ngjaj dhe më cool, për shembull na vizdi. Po rën? Më cool akoma dhe një pikë dhe rëja në fund. Po mirë, Edhe ai dashuri jot për shembull ka një shok. I dashuri. Ti më thuj dashuri, unë se kam kalu akoma statusin në Facebook nga it's complicated në engaged. Po, s'ke se si ta kalosh. Po nuk është normale tani, sa ai në për festa shkruan kartolina. Po nga këto, mos kujto se ta harrova kartolinën, ta dërgova nga këto. gjërash. Si në klas 5, Po kur gjitha. ka një mendim, si ja bën? Ja thot një njeriu që ka përballë, se më pëlqen kështu. Po, ai kush e di dhe ditëlindjen e vet e mban mend vetëm, si ja tregon Facebooku fare si ne njerëzve human. Po pra, imagjino sa e fort. Shikoj, vetmja gjë që kam gjetë është kjo. Kështu fotografi si Fotografi. Bardhëzi. Sa kohë kisha pa fotografi. Me shife. Fotografi. E të mërshme, ai, o zoti madhe, o perëndit e rrjeteve sociale, o fuqia e Mark Zuckerbergut, o perëndit e kibernetikës. Ai ka foto pa pikën e filtrit. Nuk ku jeton ky herë. Nuk e di zemra, po kam përshtypjen që ne ky nuk jeton fare, nuk ekziston fare. Se një njeri që s'ka Facebook, nuk ka Snapchat, nuk ka Instagram, nuk ka si gjë, nuk ekziston, ne nuk e dim ku ha, ku pi, ku ri kymi. Fiks rrezik se ekziston. Përmandu, nuk ekziston. Goca mirë? Si jeni? Okej, për të ekzistuar, ekzistoka. Por çfarë do të ndodhë në puntatën e ardhshme në Kaçalluku Timbra?
A ekzistojnë vërtet djemtë? Kush janë ata? Cila është e shkuara e tyre? Puntata e dytë së shpejti në Mos i fol shoferit. Erdhëm tek rubrika e radhës në Mos i fol shoferit, që do t'jetë në rrjetet sociale. Ne për këtë puntat të parë kemi bërë një përmbledhje të Kiki Challenge, por ndërkohë do doja që ju të sillni çdo javë video të ndryshme interesante, dhe ne do t'i shfaqim, më të bukura do t'i shfaqim këtu në Mos i fol shoferit, sigurisht si çdo të shtunë në ora 21 vetëm këtu në Ora News. Ja ku erdhëm te momenti im i preferuar. Gjatë gjithë këtij sezoni do ju shoqëroj dhe një i ftuar në studio. Unë jo më kot kam zgjedhur ta hap këtë sezon me një super grua, tek forca e së cilës besoj shumë, dhe duke qenë se kam fatin ta njoh nga afër, dua që dhe ju të njihni pjesën e saj më të mirë gazmore. Dhe pjesën e saj më të mirë si grua dhe jo thjesht si politikane, Grida Duma. Mirë se erdhe, dashur. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Si e dashur Grida, mirë se erdhe te shtëpia ime e re. Kjo është shtëpia Mos i fol shoferit. Jemi në mes të rrugës. Se kuptohet, jeni në udhkryq, nuk dini cilat kilometra të merrni. Do i flasim shoferit? Do i flasim shoferit. Shumë bukur që ke marrë goca dhe çuna të ri. Po, Është ata nuk e din, jam e bindur që nuk din një gjë, që nuk janë asnjëherë dekor, megjithëse duket sikur janë aty për duar trokitje, po ajo gjëja që nuk po thon tani, edhe që na e përcjellin është energjia që janë këtu, se po të ishin të tjerë do ishte ndryshe, që janë ata shkritësisht ndryshe. Pa diskutim. Faleminderit. Grida të gjithë të njohin, edhe është një gjë e vërtet, se unë nuk po bëj qoka, absolutisht. Kush të njeh të do, si ja bën që ti jesh kaq e dashur për të gjithë? Ti nuk bën qoka. Gjëja më e bukur në komunikimin tonë që të parë që ka qenë, ndoshta duhet ta ndajmë krejtësisht i normalshëm një shkëmbim SMS-sh për një emision tëndin. Pjesa e emisionit të parë, kur ishim në makinë. Edhe vetëm arsye pse unë u përgjigja, jo se nuk përgjigjem gjithmonë, kjo nuk diskutohet që duhet përgjigjem, por që përgjigja me shpejt dhe me kënaqësi. Është mënyra jote drejt për drejt, që nuk njeh asnjë nga këto të bërit shumë lajka, po themi kështu, dhe servilizma që ndodhin shpesh në shoqërinë tonë. Mirë është edhe ajo, por si ja bën kur të duan shumë? O Zot, lutesh që të duan më shumë. Shumë e bukur. Dëgjoj Grida, a është kaq i prekshëm çdo politikan sa që ti? Sa po e thej që unë në fillim të sezonit të parë të Mos i fol shoferit, që i bie para një viti e ca, komunikova me ty me një mesazh, ti ktheve përgjigje, ne u takuam, dhe ndodhi çdo gjë shumë natyrshëm, erdhe në intervistë, nuk i doje pyetjet përpara, ndodh kështu me të gjithë politikanët, se unë nuk e kam pasur kaq kollaj me të tjerë. Nuk e di, atë e dini ju më mirë. Unë kam shqetësim tjetër, domethënë, në rast se te kaloj masën që është mësuar audienca të dëgjojë një politikan, sepse unë vi nga auditoret, vi nga komunikimi me të rinj të përditshëm, domethënë, dhe të kesh klishe kur flet me të rinj, domethënë, dhe sidomos kur vjen nga një formim që është filozofia, sociologjia, e pastaj ekonomia për mua, është e pamundur që të mbash brenda një kuadrati dhe mos thuash se gjërat vërteta. Unë kam vënë re që megjithëse shumica thonë që mos mbaj këto kufitet e këto bordurat e skemave të zakonshme, nuk i kam respektuar, kam ardhur besoj si vetja dhe duhet vazhdoj si vetja, sepse kuptoj që vlerësimi më i madh është atyre që dëgjojnë, dhe derisa ata që dëgjojnë nuk të gjykojnë për keq për këto, por të gjykojnë për mirë, pa diskutim që duhet vazhduar ashtu. Grida, atëre, çfarë hanë në mëngjes? Çfarë hanë në mëngjes? Po, se unë ha mëngjes gjithmonë prej 12 vitesh. Më përpara jo. Gjëja më e gabuar. Tani kam filluar i them studentëve, ngrini dorën kush ha mëngjes. Deri në orën 10, ime më ngulmonte me nga larg nga telefoni, thoshte deri në orën 10 stomaku do të bluaj, do të bryej. Për ndryshe ai kthehet në aciditet, për ndryshe truri nuk punon, se ne dim shumë pak nga kjo gjë. Më fal, se dua të ndërpres, po unë për shembull nuk jam shumë e rregullt në mëngjes, se mbaj mend timat historikisht më sillte qumsht me të verdh veze. Që është e mirë në fakt. Okej, mund të jetë shumë e mirë për shëndetin, po që atëherë kam marrë të merr nga mëngjesi. Po ti ndroje pra.
Okej, përpiqem her pas here. Përpiqem her pas here, po do doja ta gjeja gati në fakt. Ti e gjen gati mëngjesin? Kur, jo. Absolutisht. E para dhe po të ma bonin mëngjesin gati, nuk do isha dakord, sepse mëngjesi është çik probleme stomaku në një farë mënyrë. Njëherë do një çik më të ëmbël, njëherë do të kripur. Po mëngjesi im është thjesht fare dhe mendoj që është i thjesht për këtë. Po shumicën e rasteve një vezë surbull, për shembull, një copë bukë të thekur me shumë, pak gjalp, domethënë që. Po, jemi dhe pa ngra. Po ky është mëngjesi dhe është gjithmonë, dhe thon edhe shkencërisht që mund ta teprosh me mëngjesin, unë kaq ha, pi një kafe turke. Po, kafe turke. Dgjoj, Po të ma bëjnë është mrekulli. Nëse mundesh një kafe turke poshtë lokali e qajnë këtu te ora, del ajo sipër. Si quhet ajo sipër? Ajka e kafes, po. O, prall. 2 kafe të mesme? Të mesme, po. 2 Me kafe pak të mesme. themi, ne, po. Me pak, po. Recetën e bamjeve, Grida. Si bën bamjet? Tani, nuk e besojnë që ne nuk kemi folur, për është perimet e mia të mira, domethënë bamjet, pavarësisht se të bezdisin shumë ka ajo kur i qëron. Po, pra, po unë i kam shumë të djegin duart. Po, si e bën bamjet, si që bëjmë gjithë perimet, Rudim. Qepa e humbë knajsin ku bëhet ajo blenderi, edhe plotësisht. Leta dim, do me thënë kjo. Mos do martojni nesër. Skuqet qepa, një kavërdisje. Nuk duhet skuqet shumë, nuk duhet marrë ato të kuqen se bëhet ajo vaj që merë është i keq edhe në është i pa bluet shumë për stomaku. Kaq kujdesem unë. Nuk përdor salës, po përdor domate. Kjo është klasike. Pastaj perimet janë në ty, me një kapak që nuk mbyllet plotësisht. E lëm ke 3/4. Te 3/4 normal. Se sigurisht, do me dhe po shkove ma ndej, ato bëhen keq fare. S'qullen, nuk bëhen mira, po. Okej, si fle Grida Duma, me pijama apo baby doll? Do me thënë kështu me zhartjer, me... Okej. I kam të dyja në fakt. është... Po të vi puna që të shkoj në një konferencë dhe t'jem me ndonjë shoqe në dhomë, pa diskutim marrë këto stilet e parehatshme, që tregojmë që jemi mirë. Aty është gjithë ideja të ku. Sigurisht. Unë kam miqë të këndshëm që erë pas here, me gjithë se vlerësojnë gjithë estetikën e feminile të përsëri kanë bindjen, edhe këto janë pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale, se s'mund t'ishin ndryshe, që ne vajzat ose gratë do me bëjmë më të bukura për vetveten dhe për gratë. Kjo nuk ndodh për gjinin tjetër. Kjo është të vërtet në fakt. Në një farë mënyrë po, besoj që po. Po i vuri njëra thonjë të X model dhe i vëm ne nga tjetra është kështu. Do më ndjekim njëra tjetrën, se meshkujt s'marrin vesh fare çak pucësh kemi vesh ne. Ne thonë kemi tak aty, shumë bukur dukesh. Yllët, e te qin qafe, e kupton? Nërsa po s'ta pa shoqja markën e këpucës. Aty e kam gjithë... I bukur këj fustani, e kam atë Nikola këtë. Ma ka bo stilistja. Ti jeton në një ambient tjetër, unë jetoj në një ambient që ne s'duhet ta themi. Ju jeni njerëz thjesht. Ju zakonisht i fshihni markat, do me thënë. Me gjithë se unë kam di një sekret që ty s'interesojnë fare markat. Si ka mundësi, Grida Duma nuk është sëmur nga kjo, unë jam smur, tani e deklaroj hapur. Bukre, pa diskutim. Okej, si ka mundësi që nuk të tërheqin fare? Unë i shof çantat e tua, më vjet turp nga vetja, më vjen me qef, se e kam që bimë në sy. Për çantën time. Jo, them kjo goxha grua 25 vjet punë, edhe unë maj çantë që bie më shumë në sy. Si ka mundësi, është çështje prioritetesh kjo? Juve ju duhet njerë, sepse jeni... Me këtë justifikojmë dhe unë të buri. Në botën e show, jeni në botën e show edhe çdo detaj juaj është edhe një trend, po themi kështu. Në politikë është detyrohesh të jesh shumë herë më në ekuilibër, po kjo nuk ka lidhje me mua dhe me politikën de facto. Dua të kaloj pak te Darjeni. Unë e di që ti po edukon një djalë që ti jetë shumë gentil. Përpiqem. Po di dhe një gjë tjetër, unë i kam tua tregoj publikut dhe teleshikuesve që unë i kam kërkuar Grida Dumës që mos më uli kur në tavolinë me djalin. Sepse një ditë Darjeni e mori Gridën në telefon, e pyeti, nuk e di se për çfarë të pyeti, diçka... Se që kishte parë diçka politike në televizor, bëri një kritik politike, që është vetëm 13 vjeç, apo jo? është vetëm 13 vjeç dhe Grida e bëri me zë të larë telefonit dhe e pyeti për... Unë e pyeta, do me thënë që... Për diçka historike që unë se kësha një gju kur, do me thënë. Dhe i u përgjigj frikshëm dhe i thash, Grida Duma, më premtoj një gjë, të lutem mos më ullë kur me Darjenin tavolinë. Dhe unë i kërkova një gjë.
I thash të ludhem t'ule me ty me Darjenin, se bolla kam bërë unë serios, a i ka nevojë t'jetë ndryshe. Okej, po që është, unë do t'a quaja Gjeni, më lejo t'a quaj, Gjeni historie të paktën, këtë pjesë e kam vërë e Darjeni. Qa i pëlqen Darjeni, qa do të bëhet politikan? Ëndra Darjenit është të studiojë në Akademi Ushtarake. Edhe të studiojë në Amerikë në Akademi Ushtarake. Ndërron, shikon, na ditë gjithë detajet që ka ushtria, makinat ushtarake, gjetjet më të fundit, buxhetet që përdoren për ushtrin. Dhe Diçka për drejtues, për çfarë tha general ushtria, më duket? Po fliste për generalet e luftës parë dhe luftës dytë atë ditë. Po, ky ishte Se filan unë i general, thash që ku e gjenti këtë kritikën, edhe më tha më që mam tha ka 50 vjetë që nuk flitet kështu. Okej, Darjen të duam shumë. Pas sa më shumë fëmijë si ty Shqipëria, edhe më rri largë. Kur vjen puna për këto gjëra. Enisa, faleminderit. Ja ku erdhi dhe kafja turke. Faleminderit shumë. Faleminderit Enisa. Sa të mire kam Enisën të Sajdis kështu. Unë e dallova që jashtë ke shkallë dhe kisha shpëtim. Grida, me që po pim kafe dhe mua bet kafe, unë dua sinqerisht falenderoj stafin tim, më lejo ta falenderoj, sepse pa ta do isha një zero me bisht, edhe më kanë dhe një kurajo për ta filluar këtë projekt, duke filluar nga Enkel Gurakuqi, Ina Gjonqi, Visejdina, Enisa Ramaliu, Klevi, ku iku Klevi, gjithashtu ka marrë aktor të jashtëzakonshëm, Analika, Alesia Gjemalaj dhe Franz Bregu. Sinqerisht, ta shojmë, do bëjmë na, nomi zi, gëzuar me kafe turke. Po patëm nerva në fund dhe mund të kthejmë? Ti shikon? Po unë qatë shof. Unë do shof qatë më interesoj mua që të shof, Grida. Okej. Ti vetëm 7 qeveritare mos harro. Jo, të e ke pa tjetër. Ka i 7 qeverie kjo Grida Duma. E kam gjithmonë, kupton? E ka i 7 qeverie. Edhe kur se kam, e kupton? Thonë që e kam, po. Ja ti betohemi teleshikusve që kafja ishte jashtë skenarit. Ju ishte jashtë skenarit, por ato që e pinë, zonja që pinë kafe në turke, e din kur është me më pak lumë se që duhet, edhe me aq ajk sa që duhet. Është kështu, është shumë mirë. Këta e din se shefja jonë pi kafe turke. Gjuar. Atere, Grida, unë do them fillimin e fjalis, ti do ma përfundosh të lutem. Momenti më i sikletshëm në jetën time ka qenë? Janë disa në fakt. Më i sikletshmi, më lërë të mendohem pak. Po zgjedh midis publikes dhe private, se nuk duhet thënë privatja. Po, numrimi votave në Durrës, kur kandidove. Po. Ta dishti se e mërzit që sfitove. E di. Ma në gjush dako, shumë interesant je, po unë doja të fiton të Grida. Duar. Kur jam në parlament, mendoj për... A ka ngrëna, s'ka ngrëna i fëmi? Jo, kur jam aty, sigurisht që shqyqyr që është i rritur tani dhe nuk i ka këto probleme, kur jam aty, mendoj kur do mbaroj komedia, do me thëmë shpesh, kur do vi një folës që ta dëgjoj me qef, po jeni shumë të lezetshëm aty të gjithë bashkë. Jemi të lezetshëm. Jeni të paparë. Faleminderit. Shpesh herë unë mblidhe me motrën, të inten kur ka parlament, edhe sidomos kur isha duan pirse, knaqeshim kafe, cigare, na mekët. Do me thënë, në grup jeni të paparë. Gjdo dit nuk ri do të pa? Gjdo dit nuk ri do të pa? Pa kafe, ndoshta? Pa kafe nuk diskutoha, 2 ose 3. Sotit me gjendjen e gripit nuk... Po rri me këtë kafe në turke me ty. Okej. O Edi Rama, o! O Edi Rama, oj gjatë! Të ndimova këtë. Gjatë? Shiko, ja ky është momenti eksakt, në të cilin më vjen plase që s'jam burë. Po pse? Nuk e them dot. Një nuk e thua dot. Se do thonë pastaj. Ta them, ma thua në verë se unë shquem për këto. Në asnjë mënyrë, se do më thonë që kam influencu keq pastaj. Rudina Dembaca e sot që ka vesh si? Ina që i bën këto skenaret. Kështu ta ka thënë, si Hollywood star. Në fakt je për në red carpet, je për në tapetin e kuq kështu. Zemrën e duhemi shumë dhe po bim shumë sy.
Për zotë. Okej, faleminderit Kjo ka Enadat ndodhur edhe Nikolla, by përpara. the way. Enadat Nikolla dhe Elona Balaj për grimin, faleminderit. Duaj përkisni pyetësori tring. SMS për takim. Atere. Të bie telefoni, merr 3 SMS njëkohësisht për takim. Në cilin takim do shkosh? Është Vjolca Hoxha, Monika Kryemadhi dhe Rudina Dembacaj. Pa diskutim Rudinës do t'i them që më ka shkruajtur Vjolca dhe Monika. Kështu që po e shtym pak, kupton? Më ka shkruajtur Vjolca dhe Monika, Po, okay? për të njëjtën orë. Ti gjithmonë mi fal mua vonesat e orareve, kështu që me ty e zgjidh. Po. Jam e sigurt që me Monika nuk e merr fare malli për mua, se her pas here shikohemi aty te grupi parlamentar. Do takosh Vjolcën. Me Vjolcën, nga që takohem rrallë, pa diskutim që do takoj, se është çështje rrallësia. Çon mesazh Frangaj, Gjebrea dhe Grabocka. Me këpi kafe. Mos diskuto fare që me Verën. Po, do vi edhe unë. Të vi dhe unë? Erdhëm Vera. Okej. E dashur Grida, këto ishin pyetësorët. Po? Të lutem, do kalojmë tek një histori që unë e di shumë mirë, sepse jam thashë të me gjimër vëzhjonat. Sepse ti thonë se po. Ti thonë sepse e din që ti do ja presësh vetëm mirë. Është një nga gocat në qytet, themi ne, që nuk thot asnjëherë asnjë gjë negative për askënd. Është një vlerë e madhe. Faleminderit zemër. Edhe pse unë thell des për pak thash e them. Por edhe pozitiv, atë e okay. thua bukur. Okej. Më thuaj, ishe në një mbledhje para pak ditësh në Durrës, te Adriatiku. Të lutem, ma trego këtë historinë? Si? Çfarë të kujtua nga plazhi i Durrësit? Shiko tani, jo gjithë bisedat që unë isha me dallat me ty. Të lutem se këtë do doja shumë ta ndani me publikun. Po, prisnin fillon të mbledhja, edhe ishim në këmbë poshtë tek veranda Adriatikut. Edhe më kujtua, kishte në grupin parlamentar sigurisht ka dhe njerëz ose individ që janë kolegë që janë më të mëdhej se unë, domethënë moshë, edhe filluan të kujtonin rinin e tyre, vinim këtu, sepse Tirana vinte në Durrës përgjithsisht për të bërë plazh, vinim këtu, si kanë qenë ato historitë atëherë, si mblidhem kështu. Secili po thoshte nga gjë të vogël, krejtësisht vogël, domethënë. Por ishte në një lloj melankolie, po themi kështu. Dhe mua më kujtua vetja kur isha e vogël, edhe bëja plazh me hallon, me tezen, me dajat e mi që ishin atëherë çuna dhe goca të ri. Edhe pata një nostalgji shumë të lezetshme se unë edhe shumë moshatar të mirë në ato kohëra, në të cilat ishin disa gjëra tabu, jetonin me jetën e brendshme të këtyre më të mëdhenjve, domethënë. Sigurisht. Dhe atëherë ndaheshin, domethënë, nuk ishte në çadër edhe goca dhe çuna. Tani thonë she made my day, po atëherë si Atëherë ishte nuk kjo? thoja asgjë nga kjo dhe të vegjlit, si puna ime, përdoreshin si një tip mesazheri, domethënë, me dis gocave dhe çunave. Vinte një orë e caktuar 12 apo 12:30 dhe dihesh që do kalonin 4-5 çuna për të parë këto gocat këtej. Dhe gocat nuk e kthenin kokën asnjëherë. Edhe i thonin këtyre të vegjëlve, shikoj, po shikon? Po, kupton? Ishte një, dhe pastaj fillonte kishte disa tjerë, jo unë, të vogët vegjël, domethënë, që çonin dhe pusullat, nga kjo çadra dhe ajo çadra atje. Qefi më i madh nuk ishte çështja e të shkuarit si mesazher, ishte që mesazheri lexonte çfarë shkruante letra brenda. Çaj pas ka thënë. Dhe pastaj bëheshim bashkë me të vegjlit në pasditë dhe fillonin punim tash e them për këta të rinj, kupton? Ai i tha, ajo i tha. Rita, ke bërë një komunikim për të rinjt. Një komunikim që ka dalë ditët e fundit në rrjetet sociale. Një komunikim shumë i veçantë. Unë që isha prezente aty, u frymëzova, kam marrë karburant shpirtëror për një periudhë shumë gjatë kohe. Dhe këtë e them shumë sinqerisht, unë besoj që dhe publikut doja përcjellim këtë nëpërmjet një videoje që e kemi, po para se të kalojmë aty, si të lindi ideja që të frymëzosh të rinjt, pikërisht me shembullin tënd personal. Është shumë e njohur në botë si teknik. Shikoni, edhe kushdo tashmë e di që të shkosh në tregun e punës dhe të jesh i suksesshëm, nuk mjafton diploma. Fare. Por nuk është çështje vetëm Shqipëria dhe një sistemi të keq dhe shumë të keq që mund të ketë Shqipëria, është edhe një çështje që gjërat kanë ndryshuar shumë. Tregu ka ndryshuar shumë, tregu i punës ka ndryshuar shumë. Unë vetë formimin e kam
të kryqëzuar, quajmë ne, cross-cutting, që do të thotë shkenca sociale dhe shkenca ekonomike. Nuk më ka ndodhur asnjëherë të shoh qartë në Shqipëri që i mësohet të riut apo studentit, shiko, tjetër gjë është libri, tjetër gjë është praktika, tjetër gjë është dëshira për të bërë. Janë 3 dimensione që do të jenë bashkë, pa diskutim. Në botë këto quhen motivational speeches, do me thënë fjalë motivuese, që do të thotë që nuk e lën një njeri me potenciale të dorëzohen. Bazohen mbi një aksiom në të cilën thuhet që ka dështak, që me vërtet ka njerëz pa aftë, po ka dhe njerëz që nuk kanë mësuar akoma se si fitohet. Dhe procesi i të qenurit fitues është proces që mësohet, i cili nuk është një proces thelbësisht dhe vetëm librash. Është një proces që ti reflekton me veten tënde dhe fillon ndryshon gjërat e vogla. Për shembull, janë me 10 element të vegjël që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, ditën tonë normale. Zgjimi herët. Po të shikoni sondazhet dhe statistikat, 98% e njerëzve që zgjohen herët janë suksesshëm. Do thoni ju, si mund të influencoj kjo drejt për drejt në të ardhmen time? Po, influencon, sepse momentin që ti bashkon orarin me trurin që është i gatshëm të punojë në atë moment, ti fillon dhe prodhon një veprimtari. Unë si kuptoj fare këta, unë nuk jam një ri mëngjesi. Yes, baby. Sepse thonë që punojnë natën. Gjithsesi, deri një moshë caktuar, njeriu duhet ta mësoj vetëm të zgjohet herët. Shikoni shoqërinë amerikane, zgjohen herët, bëjnë gjysmore vrap ose ecje dhe pastaj fillojnë punën. Totalisht ndryshon pamja. Duhen ndryshuar zakonet e vogla. Kur ju them këtë, kjo është teknika minimale, po ka teknika të veçanta për të qenë i suksesshëm. Kemi sot kapacitetet jashtëzakonshme studentësh dhe njerëzit që rrinë nëpër kafe dhe nuk e kuptojnë që janë duke humbur për ditë aksionet e kohës vet. Suksesi është janë shumë interesante ato kafet. Ja, më çan me boss. Jo vetëm që janë interesante, po patjetër që edhe kafja duhet. Por nëse njeriu një moment ndalon dhe thotë, dhe unë ja them këtë çdo njeriu që do të bëhet dikush. Okej, nuk do të bëhesh ekonomist, nuk do të bëhesh sociolog, çfarë do të bëhesh? Se në qoftë se ti nuk me pas lek, valla. Du me u çu mjes me pas lek kaq. Po bukur, po nuk qelloj fati që as të t'i japin, as ti trashëgosh. Çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Do vdesësh? Jo, do shkretoj, si s'kam lek janë gjithë jetën. Pikërisht. Në qoftë se ulesh edhe thuaj gjithkohën që ky sistemi keq, si s'm qelloi trashëgimia, si dola me fat etj, të gjitha këto nuk janë në dorën tënde. Por njeriu duhet merret me gjithçka që është në dorën e vet. Do të thënë, ju siguroj që është një bestseller tani. Arti mos të çarit kokës, po e quaj kështu. Thotë, shikoni, po ta mendoni mirë, thotë, edhe Steve Jobs kishte një problem parash, edhe një lypus ka një problem parash. Çështja është në cilin nivel qëndrojnë, për sa para. A duhet 2.000 lekë, a 2 milion euro? Pikërisht, ose 2 miliard. Ose Warren Buffett, merrte Warren Buffett në atë moment, një nga miliarderët më të rëndësishëm. Tani, të gjithë njerëzit kanë probleme. Edhe ai që është maj, dhe ai është nën. Se si e pozicionon veten ti ndaj problemit, është absolutisht çështja. Nga ana tjetër, teoritë e tanishme që ecin në botën perëndimore janë tërhiqe ti energjinë e fituesit. Në qoftë çdo njeri që ulet mbrapsh dhe thotë, o zoti ma, si nuk pata këtë, si nuk pata atë, si nuk pata atë, ti jeni të sigurt që ka tërhequr vetëm dështimin, e thret energjinë. Madje shkojnë deri aq larg shkencëtarët e komunikimit, sa që thonë mos e nomino të keqen, mos e thuaj. Fare, po. Mos e thuaj fare, mos e thuaj, zëre se ekziston. Mos i jep sepse fjala është potencë. Po edhe fjalën, do me thënë, shikoni, në këtë botë ne nuk na vret më shumë po të rrëzohemi dhe të vrasim gjurin ke guri, se sa po të shahemi. Dgjoj, Grita, të ta materializoj se po vim pak a shumë edhe afër fundit bisedës. Unë kam qenë një 87 kg dhe dilja të betohem, çdo ditë para pasqyrës thosha të mërshme sa bukur jam. Pu, si më ka falë Zoti kaq bukuri. Do ti u bona vërtetën? Apo jo? Jo, ta thonë jo. Ndoshta dhe s'është e vërtet kjo energjia. Është plotësisht e vërtet. Se bëj shaka. Jo, tashin ne nuk do t'tregojmë sekrete se si u dobësove ti. Vallai më nxjihet, ai bukën e ishte atë. Por që ti ke harruar gjithë sakrificat pasi u dobësove. Të lutem. Njeriu harron gjithçka që sakrifikon në momentin që arrin. Edhe koha numërohet edhe me momentet e dështimit dhe momentet e fitores, por një gjë është e sigurt. Smundja më e madhe
është që kur dështon një herë ti mendon për një herë që je njeriu që s'ia del dot. Të mban dështimi poshtë. Të mban dështimi poshtë. Gjëja më e keqe është që meqense ti e ke provuar në 3-4 mënyra dhe nuk e ke dalë, fillon të depresionohesh dhe demotivohesh. E vetmja gjë që duhet shpëtojë në atë moment është të shikosh se sa njerëz si puna jote janë dhe më keq madje dhe ja kanë dalë nga qenurit minus. Kjo pastaj rivitalizon jetën, veten dhe ajo ideja që të tjerë do të mbështesin është një bullshit shërimor. Shumica e njerëzve nuk mbështesin. Shumica të fusin shkeqi. Por dhe bëjnë mirë në një farë mënyrë, sepse është ligji i konkurrencës, secili do dojë të jeti pari mbi të tjerët dhe asnjë inat s'duhet pasur nëse kjo konkurrenca vjen për hir të konkurrencës dhe nuk vjen me mjet të tjera, por gjithsesi mund të vinë në çdo mënyrë, por asnjë lloj dështimi nuk duhet ndjerë se të tjerët nuk të duan. I vetmi aleat që ke me suksesin është vetja jote. Dhe unë e them shumë shpesh, ka 2 mënyra për ta parë atë, ose shikon suksesin dritare ose shikon pasqyrë, siç e ke parë ti. Shifeni pasqyrë, ju lutem. Okej, Grida, tani për gjithë teleshikuesit ne do ndjekim materialin edhe komunikimin që ke bërë ti, që u ke bërë disa njerëzve të zgjedhur të paktën. Unë jam djerë privilegjuar sinqerisht që isha pjesë e kësaj dhe do doja shumë që ta vazhdoj mos ta ndërprisje kurrë. Ndërkohë që ne shohim filxhanin, le të ndjekim komunikimin e Gridës që ka bërë për të rinjt. I rëndësishëm, i ndryshëm, unë shpresoj që kur të mbaroj ta mendoni njësoj dhe të ketë vlerëtur e gjitha. Gjithçka që të ndodhi këtu brenda është vetëm për ju. Je mirë se je më i fortë, je mirë se je më i suksesshëm, je mirë se je konkurrent, je mirë se je aftë, je mirë se je fitues. Dhe secili do të jetë vetë se fitues. Dhe kur është e juaja, dhe kur është e imja, dhe kur është e jotja, ti e ndjen në çdo qeliz, është realisht suksesi. Në jetë do të takoni pafund njerëz që kanë më shumë parataz. Por në qoftë se do të takoni njerëz që janë plotësuar, është bekim i madh. Ju mendoni sonte që jeni rastësisht këtu? Gjëja që i mungonte më shumë këtij njeriu ishte një fëmijë. Ai shkrin gjithë artin e vet, bën një kukull prej drurit, e cila për shkak se ishte mjeshtria e tij kaq e madhe, ditë flas, ditë ec, ditë gëzoj, ditë akzoj, por Gjepedo në brenda një nate kupton që shpirti nuk mund t'ja jap, ndërgjegje nuk mund t'ja jap, nuk mundet. Unë kam pak emocion të pyes, sa herë brenda vetes tua ju ka thënë një gjë brenda mos. Problemi më i madh për ne është çfarë do mendojnë të tjerët, edhe si do na gjykojnë këta të tjerët. Nuk ndodh. Njerëzit më të afërt janë egoistë, ju duan për veten. Kurse si, edhe gjithë fitoria është veçse në mendje. Absolutisht jo, e kam provuar në kurriz gjatë gjithë kohës që sistemi është i padrejtë. Por ju siguroj një gjë e para, fituesit nuk janë ankusit. Duhet të vetë pëlqeni. Është fantastike të jetosh. Gjëja e parë që duhet keni bindje është që kurrë në botë nuk rregullohen sistemet aq shumë sa askush mos ankohet për to. Themeli është si jam unë, sa mirë jam unë. Nuk ka asgjë të rastishme. Po sistemi ka nevojë për një pakicë që janë më të mirët, janë nevojshëm për sistemin. Se do dhe sistemin marrë frymë. Ju mendoni sot që këta që dështojnë ose kushdo që dështon në politikë, në shoqëri, ku diun, biznes, duan të dështojnë, asnjëri s'do të dështojë. Arsyeja vërtet pse dështojnë është se s'kan ta aftot me vete. Dhe mendojnë që ndonjëri mund ta bëjë vetëm. Kjo është gjë e parë. Mësoni. Duhet të jesh shumë i aftë. Duhet të shoqërohesh me të aftë. Duhet të jesh shumë i mirë, po duhet të shoqërohesh me të ngjashme. Nuk duhet u rresh të ngjashme. Kënaqësia e madhe që të bëj garë me një njerëz i cili e meriton garën time. Të gjithë që jeni sonte këtu, brenda vetes tuaj, do bëni disa pyetje të vogla. Kush janë kujtimet që ju vijnë shpesh dhe që janë shenja të mendjes tuaj? Të mbështesim fituesin dhe të ngjashmin. Për të mos u ndier veten. Dhe çfarë ndjeni ju kur lexoni? Je mjaftueshëm i fortë. Ti thuash po, për mua ne do jemi ndryshe. Ju do jeni ndryshe. Duke filluar nga gjërat e vogla dhe nga besimet e mëdha dhe duke dashur veten shumë të tepër. Unë jam e bindur që sistemi ka nevojë për ju. Ky poshtri sistem, cili do sistem ka nevojë për ju. Unë jo vetëm do t'ju marr sepse po më jepni mundësinë t'ju drejtohem sonte. Dhe ndaj me ju disa gjëra që nuk lidhen me mua, po lidhen me besimin absolut që ndjej unë ajër, që ky vend ka nevojë
për ca si ju, që besojnë të ca si ju, duhet rinë këtu, sepse ky vend ka nevojë për ju. Ju do ta bëni këtë vend për fëmijën tim dhe duhet i pasoni atij përgjegjësinë ta bëj për fëmijën tuaj. Ishte komunikim i jashtëzakonshëm, sidomos ta përjetoje live, ishte Është një gjë ndryshe plotësisht, po. Do ta vazhdosh këtë? Se s'bën edhe është në një farë mënyrë është e munguar në Shqipëri dhe ka nevojë për këtë. Unë e pash tek ajo se si u ndjen të gjithë në sallë dhe duhet vazhduar sepse bëri mirë, i bëri shumë mirë. U ndjen ndryshe. Absolutisht, edhe ajo ishte baraz me një monokomedi, do thosha unë, sepse brenda kishte edhe shumë humor, edhe unë si aktore pata shumë zili, se sa e aftë ishe ti përballë gjithë atyre njerëzve. Okej? Grida, ishte shumë kënaqësi të të kisha, absolutisht, që ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Unë të falenderoj shumë për çdo gjë që më konfidove sot, por para se t'ikësh kemi një sprov. Sepse, okej, nuk do të mbaja kaq me të mira. Dua edhe të sprovoj pak. Ekzistojnë tani challenge në përbot, janë bërë sëmundje, Kiki, do you love me? E kanë bërë gjithë këtë gjën, që do të thotë, nuk e di, është ngritë një individ i zgjuar, i pasgjuar, apo nuk e di se si, bjonde apo brune, është ngritur dhe ka bërë një lloj, me një bazë muzikore, me këngën e Drake, ka bërë një ca lloj lëvizjes që u smur gjithë bota dhe e bënin gjithë. Do të thënë, dilni nga makina, e ke parasysh Kiki Challenge. Po, e kam parë vetëm në titra lajmesh, në fakt. Ndërkohë, unë do bëj një challenge timen, duke që një nënë re, unë dëgjoj non-stop një këngë të mrekullueshme të një këngëtari tjetër zakonshëm që nuk ja di emrin, po kënga quhet Baby Shark. Do të thënë ai peshkaqeni i vogël, pastaj nëna peshkaqenit, motra peshkaqenit, ropët e peshkaqenit, të gjithë. Të lutem, ma vini pak Baby Shark, dhe unë me Gridën do provojmë. Pritani, fillon kështu. Baby është kë. Kush është ai me roz? Prit, jo del. Baby Shark. Bën kështu Baby. Mami është kështu. Kështu ana së ka. Është edhe më kështu. Dedi është, ka gojën më të monve. Babi, Nuk marrë pjesë ke kjo. Asun, sa shumë raciste. Shik, grandma. Nëna shkesht, kështu, gjyshja. Okej. Kjo tani çfarë quhet? Kjo teknikë e re? Ja, prap gjyshi me gojë të madhe. Kupton që na i mësojnë fëmijëve? Dhe ne kena gojën kaq? Në fakt gojë. Për gojën s'ka problem, let na e marrin burrën. Okej, faleminderit Grida Duma, po të përcjellve Baby Shark. Shumë faleminderit. Më të mirat dhe më suksese për ty. Faleminderit. Meriton. Faleminderit. Shihemi tek tjetra. Kam menduar që me shumë fanatizëm në një pjesë të emisionit tim, tua dedikoj një minutazh goxha të mirë, tua dedikoj talenteve të reja ose njerëzve që kanë vërtet diçka për të thënë, po nuk u është dhënë akoma një hapësirë televizive. Unë ata i marrë te makina ime dhe shkoj menjëherë te rubrika Në kerr me Skoda Karrokun tim. Përshëndetje mos i fol shofersa. Erdhëm tek rubrika Në kerr, që do të thotë makinë sigurisht. Do jetë gjatë gjithë kohës Skoda ime që do më shoqëroj, siç ka qenë që ditën e parë të mos i fol shoferit. Tani e kemi një rubrikë më të mbledhur, më të vogël, më të bukur. Jemi kudo në çdo cep të Tiranës, edhe pse jo, në çdo cep të Shqipërisë, do kërkojmë njerëz të cilët kanë nevojë që të përfaqësohen ose zëri i tyre të ndjehet. Pse jo? Ndoshta dhe talente, ndoshta dhe njerëz që duan të japin një mesazh, të gjithë do vinë te makina ime të thonë çfarë kanë për të thënë. I gjeta. Mirdita! Si jeni? Të ulem këtu? Si kaluat? Unë jam Rudina. Zoe Mentiona.
Anisi. Gëzohem, Entiona dhe Anis, si jeni? Mirë. Më në fund pash dhe në Shqipëri njerëz që i bien veglave muzikore në rrugë si jashtë shtetit. Ku e keni atë kapelen e legëve? Kemi lënë atje te, sepse thjesht po bënim prova për momentin. Bëni dhe prova. Mirë, ma kapi qik, Jasha Adelaida. Ma kapi qik. Jo? Okej, do vini t'ju bëj një xhiro me Skodën time? Patjetër. Se jo. Ik. Mos i fol shofersa, erdhem tek makina ime. Ju pëlqen Skoda ime? Shumë. Si u duket? Shumë bukur. Anis dhe Entiona, ju jeni, ndërkohë që vinim deri te makina, më thatë që jeni motër e vlla, apo jo? Okej, tani ju lutem shpejt e shpejt, më tregoni si ka mundësi që u bini veglave muzikore në rrugë. Si u lindi kjo ide? Dua të di pak më shumë për shkollën tuaj, për çfarë studioni? Atëherë, ne studiojmë në Akademinë e Arteve. Unë studioj në degën e violinës, vazhdoj akoma violin, kurse vllai ka kaluar për pedagogji muzikore, sepse në fakt ka mbaruar për flaut studimet e liceut. Ah, fantastike. Te liçeni faktikisht ka filluar më shumë si punë qefi, le të themi, jo punë. Dolëm më shumë për pasion, hapnim instrumentet dhe luanim këngët tona të preferuara, kryesisht e baladat e rockut, sepse shërymat që dëgjojmë më shumë. Edhe rastësisht aty kalon një fëmijë i vogël bashkë me prindin e tij dhe i drejton një sasi parash të dora dhe i thot jepja dy instrumentistave në fjalë që jemi ne. Edhe vjen edhe unë faktikisht them të drejtën ishte era parë dhe thash, jo faleminderit, tash ne kemi dalë për shef, kupton? Dhe një ditë të bukur si ide pse mos bëjmë edhe lek. Po, duke qenë se shkova dhe te zysha ime violinës, që e përshëndes, Rinda. Dhe ja tregova si histori, duke kështu si për të qeshur, kupton? Edhe tha që faktikisht nuk është për të qeshur, por pse jo? Duhet të kishit marrë. Po, është një ide e mirë, domethënë edhe për ne që jemi studenta dhe të jemi të sinqert, nuk është se kemi shumë mundësi që të kemi dhe një punë stabël, edhe është diçka e mirë për ne, domethënë është një mbështetje. Në ditë. Çfarë orari dilni ju te liçeni? Varion, nuk është gjithmonë e njëjta kohë, njëjti orar, varion varësi të kohës, jo bie shi, jo është ftohtë. Po zakonisht dalim mbas ditëve, sepse atëherë ka dhe më shumë masë njerëzish. Çfarë luani më shumë? Ne luajmë zakonisht kryesisht, domethënë balada të rockut, pastaj duke parë që njerëzit që aty kalojnë dita ditës, para pëlqejnë dhe muzikë televizura, sidomos atë Despacito njerë kanë fiksuar. Edhe kemi dalë pak nga rryma jonë edhe përpiqemi që të bëjmë edhe qefin. Bëjmë disa latine kështu. Po. Tani mua çfarë do më luani këtu? Nuk e di, qofse të pëlqen rocku, luajmë një baladë, në mos po luajmë Despacito. Jo, më pëlqen tallavaja, fiteve. Themi jo për nuk kemi paragjykime, çdo njeri pëlqen një rrymë të caktuar, por që ne nuk kemi shumë të tallavaja. Thjesht nuk është rryma ju, okay, unë bëj shaka, luani diçka që e keni vërtet për zemër. E luajmë dot këtu? Nuk keni shumë hapësirë, po mundohuni. Nuk është shumë komode, por do përpiqemi. Faleminderit shumë. Të lutem. Tiona, do mësuash domethënë ditën më të bukur, cila ka qenë dita më e bukur, reagimi më i bukur, si reagojnë njerëzit kur ju shohin? Që të jemi sinqert, ka shumë ditë të bukura aty. Ka njerëz që unë them drejtën kur kemi dalë për shefin tonë nuk e prisnim, që do ishin, domethënë aq mikpritësh për sa i përket artit. Edhe nuk e di, kemi patur goxha komplimenta. Janë dashës shqiptarët? Janë dashamirës ndaj jush për shembull? Nuk e prisja kaq shumë, por duke folur për ne të dy, po, domethënë shumica na kanë mbështetur shumë dhe unë i falenderoj qoftë edhe për një buzëqeshje. Mlidhen njerëz aty kur dilni ju? Po, shumë, domethënë ndalojnë aty nëpër ato si betona të vogla që ka diga, edhe dëgjojnë. Na kënaqemi dhe ne kur i shohim ashtu. Ju nxjerrin shumë njerëz në Instagram, shikoni njerëz që ju xhirojnë? Patjetër. Unë në fakt e kam mbyllur Instagramin dhe nuk e shikoj, po me të dëgjuar e kam që po. Pse e ke mbyllur Entiona? Po nuk para i kushtoj shumë kohë rrjeteve sociale, nuk më pëlqejnë shumë. Me vërtet sa vjeç je Entiona? Në tetor bëj 20.
një 20 vjeçare që s'ka Instagram. Unë As të Facebook, përgëzoj me as gjithë Facebook. as Facebook. Të përgëzoj me gjithë zemrën tona se jetojmë në ca ditë që të gjithë janë smurur pas rrjeteve sociale. Prandaj nuk doja të më zinte sindroma dhe mua. Okej, do filloni? Dhe si jemi bërë ne? Si? Po si vajtë të sola. Faleminderit, edhe pse nuk ishte shumë të vështira, sepse mua më dritet gjithkohën arku. Shumë faleminderit, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit, kënaqësi për ne. E di çfarë atmosfera? Ej, Kjo era e ishte- parë që kam ka shumë emocione te makina ime, seriozisht domethënë. Ishte edhe për ne shumë emocionuese, në fakt, unë jam bërë Është shumë tani në edhe këtë çik moment. Më kënaqet sinqerisht, po do më thoni pak çfarë planesh keni? Kaq të mrekullueshëm sa jeni, mendoni se do vazhdoni të rrini gjithmonë artistët e rrugës, më thoni za? Përderisa kjo është për kënaqësisë, besoj se mund ta prishin ndonjë plan. Sepse është është për pjesë e kënaqësi, kënaqësisë tonë. Ne ndihemi mirë dhe e bëjmë që kështu edhe kur të shkojmë ndoshta 60 vjeç, kjo do jetë kënaqësi prapë të dal atje sepse më bën të ndihem mirë. O sa e bukur. Ne nuk kemi dhe një fushë të vështirë për shkakun si balerinët që vjen një moshë dhe nuk kërcejnë dot më. Kështu që ne nuk e kemi problem. Të zinjt, i lënë këmbët. Po, Endiona, ti çfarë dëshire ke më shumë? Do ku e sheh veten, po themi pas 5 vitesh? Se e mora vesh që Anisi do japi mësim. Po, ndoshta do ta bëj dhe unë një vit pedagogji. E ke dëshirë dhe ti? Për momentin, domethënë, jam fokusuar te shkolla, ta mbaroj një herë mirë mbar, edhe pastaj nuk e di, ndoshta na hapet ndonjë rrugë, shpresoj. Edhe për kënaqësinë tonë. Do doja shumë, por është pak e vështirë për momentin, qoftë edhe nga ana financiare, po, edhe nga shumë gjëra tjera, domethënë. Po që nuk i di, ndoshta në një të ardhmen shpresoj, asnjëherë nuk i dihet jetës çfarë të ofron. Anis, flasi pak për ty, që me sa di unë, prap me të dëgjuar e kam, që ti je pjesë e një grupi muzikor, apo jo? Mos u merr shumë me thashë theme, por është e vërtetë. Jam pjesë e një bande rocku, e cila quhet Red Carpet, bande e re, është akoma domethënë në rritje. Kemi marrë pjesë disa evente muzikore. Më fal që ju ndërpres, po të merr fshehur azia të shishën e verë. Ka këtë pjesë. Ishte kurioz.
Ajo është raki boronice që unë ka marrë në Lëpush dhe e kam për ta bërë peshesh, prandaj më kanë Tani që e the këtë po e marrën. Po, më thuaj? Kemi marrë pjesë disa evente, Top Fest, kënga magjike, plus pasaj që kemi qenë live disa bare. Po në bare? Fitohet në për bare? Lokale nate? Çka? Jeta natës Tiranë është shumë aktive, apo jo? Është për një pagesë modeste për sa i përket fushës klasike, le të themi. E kuptova. Po, keni marrë pjesë në për lokale, po si vjetë ku do merrni pjesë në këngë magjike, më duket? Në këngë magjike. Si vjetë faktikisht Kemi bërë aplikimin. Jam edhe unë premier, se do luaj një solo me violin. Oh, sa mirë. Ku në premierën e këngës magjike? Të pëlqej nëse gjithmonë kemi mundësinë që të marrim pjesë, shpresoj që po. A, je solo të kënga e Red Carpet? Po. Aha, okej. Ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Do një gjë tjetër për ëndrat tuaja, se mora vesh përveç mësimdhënies. Tani këtë mësimdhënien Anis, e ke zgjedhur që të kesh rrok në fund të muajit të sigurt? Me pragmatizëm, po. Okej. Sepse unë konkurova dhe për flautë dhe për pedagogji, fitova të dyja konkurset. Dhe që do bëjë me flautë, ku do hajë bukë? Kjo është ideja, sepse duhet pres që dikush të vdesi nga orkestra larg qoftë. Që unë të marrë pjesë. Nga orkestra... Ku do të qoftë, sepse dy flauta ka orkestra zakonisht. Edhe mendova do kisha pak më shumë mundësi. Larg qoftë, mora Anis, po. Sa të rish të presësh kush larg qoftë. Okej. Entiona, po ti? Po le të themi që vlen dhe për mua kjo. Po ka çik më shumë, do të duhet të ketë çik më shumë funeral. Mori zi! Imagjinoni do të vetëm ju mëngjes gjallë janë çik, ha? Elëm papu. Të pak të rrim me shpresë. Një ditë shkuar dëm prapë. Dhe kjo, fiks, një ditë shkuar dëm. Kemi bërë si ata persona që shesin kivola që presin. Lufturojnë për vdesin njerëz. S'kam patur punë fare. Do me thënë, kjo shpjegon pak a shumë se çfarë ardhme ka një artist në Shqipëri, apo jo? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë në fakt. Jo se ne kemi kaluar diçka akoma, se jemi akoma breziri, por duke dëgjuar dhe nga më të rriturit. Të them të drejtën është e vështirë, por disi nuk e di, flas për vete, mua më pëlqen sepse ndonjëherë po s'patë vështirësi dhe e bukura sikur nuk do kishte kuptim. Që kështu më mirë kur kalon këto peripecitë dhe pastaj thua wow, do të thënë vërtet unë arrita. Se kështu po ta kesh gati. Po, ashtu është. Po ta kesh gati dhe mbelosesh, domethënë. Pikërisht. Okej, Entiona dhe Anisi, më sqaroni pak, për shumë nëse doni të këndoni në muzik live, në për lokalet, baret e Tiranës. Si funksionon? Ju duhet lidheni me një menaxher? Ju, sepse si do bëheni të njohur ju për një X lokal, për shembull? Sepse ne nuk e përmendëm, por edhe tek liçeni, tek punojmë ka persona që interesohen për këtë. Dhe dalin goxha mundësi të tilla. Vinë interesohen që jo kanë një lokal, jo po kanë një mik që ka lokal, afrohen vetë, jo po kanë një ceremoni, diçka. Domethënë me pak fjalë nuk është se ne kemi prononcuar veten, por që na kanë rënë raste të tilla që kemi marrë pjesë, domethënë nuk është se ne kemi shkuar vetë për të kërkuar, nuk e kemi bërë akoma këtë pjesë. E kuptoj, do me thënë, ju keni qenë të liçeni, do me thënë pjesëmarrja të liçeni, dalja të liçeni, juve ju shërben dhe për një farë promovimi. Na ka ofruar dhe këtë pjesë, domethënë. Unë shpresoj shumë që pas Mos i fol shoferit, ju të keni një lum ofertash, sepse ky është emisioni i parë, jemi tek puntata e parë dhe është sezoni i parë që Mos i fol shoferit vjen kaq ndryshe. Domethënë vjen me një spektakël edhe unë vërtet ju uroj shumë suksese dhe besoj, jo vetëm besoj, e kam bindjen që Mos i fol shoferit do jetë këngë shumë e mbarë për ju. Shpresojmë shumë, edhe ne kemi besim. Unë ju falenderoj shumë që erdhët te taksia ime. Ishte shumë kënaqësi për ne, faleminderit dhe ju. Entiona dhe Anis, ju uroj suksese pafund dhe jeni shumë të mirë. Më emocionuat shumë. A mund ta mbyllim me një muzikë tjetër tani edhe pse ishit ciklet, ju lutem. Luani edhe patjetër, pse jo? Ju lutem. Për mua dhe për gjithë Mos i fol shoferit. Patjetër.
Faleminderit. Ka qenë të kemi një zë të bukur. Faleminderit për ato gropat që na thyen ajër. Okej, këtu makina im, do me thënë, të më kesh muar shofere, ka një të mirë shumë të madhe se të ikën rëra nga veshkat. Rëra, burët, çfarë do që të kesh. Mos i fol Mua më iku veshka. Sa njëdur kjo nisi. Mos i fol shofer sa ishim me Ntionën dhe Manisin, dy artistë jashtëzakonshëm që kanë zgjedhur të pasurohen shpirtërisht. Unë ju puth, edhe shifemi në makinë, shifemi javën tjetër, ndërsa ndërkohë shifuni në studio. Faleminderit mos i fol shofersa, kjo ishte edhe rubrika jonë në kër. Prizë, duhet ta bëj një këtu, sa bukur që. Po këtej? Më këtej? Shumë bukur. Më këtu? Goca, si jeni? Mirë si je. Mund bëjmë një foto? Ua, pa tjetër, hajde. Jo bashk. Unë duhet bëj një foto. Foto. Na duhet drita, unë kupton kompozimi. Me dhe ti mund të hikësh, të bëj unë foton. Dgjoj, unë iki pa tjetër, por kjo është studia ime, jetë mos i fol shoferit. Më falë, ku e ke studion ti? Qa vëndi? Te Ora News, do me thënë, kino studio. Gati në kino. Më falë, ku jemi këtu? Në kino studio i dashur, te Ora News, te mos i fol shoferit. Sa pas kemi heca? Mos ja fut. Nga që ka me gjithë kohës mbrap që më bë një foto, kemi fillu që në kombinat, a kupton, edhe hec, po pas kemi arritë e studio jote, më falë. Te 21 dhe më shtypi një autobus, mua, se isha këtu edhe ai po vinte kështu. E disi bë foto ka i një. Lutem, a mund të hapesh pak? Po, tani jemi gati, të lutem. Vetëm një foto, lutem. Okej. Një foto. Ma bëj një si gruaja e Ronaldos. Gruaja e Ronaldos duhet ketë edhe Ronaldo, në budallaqe, po gjithsesi po ta bëjmë. Okej, hajde, ma bëj një pra. Po tani? Më dukesh më shumë si gruaja e Sergio Ramos. Mirë, s'ka gjë, zema, se dhe ajo merë shumë like. Dgjoj, Goca, një pyetje. Goca? E është qunë? Jo, Gocë ty. Okej. Ti e gocë. So, Qa ke këtë Gocën ti? Atë kam të dashur. Qa ke këtë qunin? e mbaj të mbëj në i foto. Si po foto. Por shumë do shumë. Po, duhemi shumë. Ka ca programe në telefon që. Shiko më falë, tani është sa, duhet jetë ora 10:30, kështu, 11. E disi bje drita në dajt tani. Eci me? Ti kim për ndajt, të kësu mrap që? Vazhdo, falenderit shumë. Falenderit të nga falë. Okej. Shumë falenderit për këtë vizitë të shpejt. Të dashur miqtë e mi, ky ishte Mos i fol shoferit për këtë javë. Takohemi të shtunën e ardhshme në ora 21, vetëm këtu në Ora News. Let's go.